Përshëndetje miq, përshëndetje. Drejt ditës së 70 të qendresës në shesh përballë zyrës së krye ajdutit të atyre që na vjedhin, përballë zyrës së atyre që kanë masakruar buxhetin e shtetit ton e që nuk po ngopen. Dua ta nis të live sot duke u kërkuar ta shpërndani masivisht që të arrinte sa më shumë njerëz. Masivisht shpërndani. Shikojeni çka ka ndodhur në Durrës, shikojeni pak. Gati regjia, shikojeni pak. Ma e këtu. Si që shini, kryeministri vendit kujtoj se shpëtoi duke ik nga Tirana, se këtu ja themi ne për ditë këtë fjalën o ajdut, dhe u tmerrua kur e dëgjoj dhe aty, dhe nëse e vutre me kujdes, bëri një veprim. I thot shoqërus vet, merreni atë, i thot, dhe i dërgoni dhe e marrin ata e shoqërojnë për në polici. Tani, kjo është diçka që unë dua të ndalem, sepse është e tmerrshme në vetvete. E bën këtu me ne çdo ditë, e kemi hedhë ne kur e bën me këta të gardës që i dërgon për të marrë plasmasin ose karriget, sa herë kalon. I themi ne o ajdut, i dërgoni ata, marrin ata si band, ç'a gjin këtu, plasmas, karrige, mikrofona, ç'a duan, çadra, asgjë nuk lën. E bëri dhe në Durrës, sa i than ajdut. Sepse ai po e trajton shtetin si çështje personale. Referua ligjit, kryeministri i vendit nuk mund të urdhërojë një punonjës të gardës. Nuk mund të urdhërojë një punonjës policie, sepse nuk ka hierarki drejtuese në raport me të. Pse ç'a është punonjës i policisë që i thot kryeministri merret i atë? Ka një procedurë, të cilën polici duhet ta gjykojë vetë në raport me ligjin. Çfarë është ky shtet ku kryeministri i vendit u thot policave sikur i ka bodyguard personal? Shko dhe merret i atë, i thot. E marrin ata, e shoqërojnë, e çojnë polici, i heqin lirin për orë të tëra. Kalon këtu, i themi ne, të vërtetën që po na vjedhin, i thot atit gardës, shko e merja karriget, i thot. Shko e merja plasmasin. Vinë ata, si lukuni, Si mundet ky lloj shteti? Do me dhe një shtet që nuk ka procedurë, që nuk ka ligj, nuk ka rregull, ka vetëm vullnetin e një njeriu. Vetëm vullnetin e një njeriu. Kalon ai sot mërzitet nga fjala o ajdut, por nesër mund mërzitet dhe thot këta duhet rinë me një këmbë, dhe aty po shkon. Se po shkon në surreale, në diçka të pabesueshme. Pse është e pabesueshme? Po kujt mund t'ia priste mendja që mund të mblidhej parlamenti dhe shteti të ndronte ligjin, se ligji nuk i pëlqen kryeministrit, se i cënon zvendës kryeministren. Pra me qëse ky ka numrat, çdo ligj që cënon këtë, ky mblidhet edhe e ndron. E ndron edhe e bën si do ky. Ky është një akt shumë i rënd, është një çështje e cila duhet marrë shumë seriozisht, sepse po kthehet dita ditës në tiparet edhe më të mëdha të një diktatori. Të një diktatori që vendos për fatet e njerëzve, që i urdhron policat si t'i kishte shërbëtorët e vetë, që i binden punonjësit e policisë si t'i ishin shërbëtorë të betuar të ti. Qish kjo mo, shkon polici se i thot kryeministri merret i atë e merr. Kush par kjo mo, paramendoni, të ndodh kjo në Suedi, të ndodh kjo në Sloveni mo, të ndodh kjo në Kroaci, të ndodh kjo në Greqi, të dal kryeministri dhe t'i thot merret i atë se s'më pëlqen mua. Po është turp një. Kryeministri që merret kë do marr polici dhe kë jo. Dhe polici që i bindet. Ecim përpara me temat që dua të trajtoj sot. Shikoni çfarë pash. Para se të nisim këtë live, pash këtë është rruga Maliq Lozhan, tregoja regjia, tregoja. Shikojeni pak betonin si i shkëputur si të ishte cop biskote. Asnjë fije hekur brenda. Pra bariera mbrojtëse e rrugës, aq regjia, aq. Bariera mbrojtëse e rrugës, kjo që duhet të mbaj
dherat, guret që të mos bjenë në rrugë, mos dëmtojnë makinat dhe me radhë të narua jetën dhe sigurin, dhe shkëputur si t'ishte të sop biskote. Shikojnë që shikojnë. Musi biskot. Pap, as një fjekur. Do thoni ju, po pse na e thua? Po nuk me ndoni që ky betoni që mbanan këto skarpate duhet kishe pak hekur. Të pak të pak. Urdho. Shikojnë. Regjia. Ja, urdho. Musi cop keku është shkëputur. Musi kek, pap. As një fjekur. Dhe kjo na lidhet me atë që thuaj te tuneli Ogaras, te dosja, që nuk i kishin vënë hekur as tunelit, sepse këta e kanë praktik pune. Vith. Si e? Jam live. Mirë? Shnes. Kaloj zoti Andoni. Dhe kjo është e tmerrshme, ose mund kalosh dhe të zë makina këtu. Të zë rruga, më të bën cop. Kalon aty të zë rruga dhe të bën cop. Tani, nga ky live ju njoftoj që ne në ditën e 70 kemi vendosur që protestën do ta vazhdojmë, se ende jemi shumë mirë, dhe protesta e radhës masive në këtë shesh përballë qeverisë Majdutet e Europës do t'jetë në datën 1 mars. Në 1 mars në orën 12 të drekës, masivisht në shesh. Masivisht këtu për t'i treguar këtij dhe këtyre që çudia më e madhe nuk zgjat më 3 ditë. Se ishin mësuar që një skandal e mbylin me një skandal tjetër, po duke e mbajtur vatrën e hapur këtu dhe konfliktin pa ndalim këtu, ky skandal nuk po kalon. Dhe në 1 mars në orën 12 paradite, të gjithë duhet vimë këtë shesh për të treguar qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë në përballje me korrupsionin, në përballje me hajdutrin, në përballje me padrejtësinë, në përballje me ata që na e kanë marrë peng Republikën, me atë që thot që do iki unë kur dua vetë, pra atë që na trajton ne thjesht si numra, pra atë njeri i cili erdhi si shpresë dhe tashmë ja ka marrë në kthes Sali Berishës e të gjithë të tjerëve me mënyrën si po sillet një sjellje barbare me institucionet. E keni vënë re si i shantazhon qytetarët po dhe ndërkombëtarët? I shantazhon duke thënë, shiko, do rri unë edhe pse vjedh, se pos në nja unë do kthehet Saliu, thot. Pra e trajton si kur vetëm ky me Sali Berishën jetojnë në këtë vend, apo të vetmit opsione të këtij vendi. Dhe o thot, nuk ka problem që unë vjedh, se pos u vodha unë, do iki unë, edhe do vija i tjetri, dhe do jetë më i keq se unë. Pra e kanë shuar këtë popull, e kanë shuar këtë vend në pikën që edhe pse të gjithë e dinë që këta janë hajdut, këta kanë guximin për të mos u lur kokën, për të mos u ardhur turp, për të mos u fshehur, po për të na dal, e për të na tau, e për të na rrah, e për të na larguar nga ky vend.